Në laboratorin e restaurimit të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore po zhvillohen ndërhyrje konservuese dhe restauruese të specializuar mbi fragmente të pikturës murale të kishës së Shën Todrit, Kadi Pashaj në Lushnjë. Procesi realizohet me standarde profesionale dhe metodologji bashkëkohore, duke garantuar ruajtjen e autenticitetit, vlerat artistike dhe historike për brezat e arshëm. Kisha e Shën Todrit në Kadi Pashaj është monument kulture, vepër e gjysmës së parë të shekullit të 19 nga Joan Çetiri. Kisha është nënshtruar restaurimeve për konsolidim të strukturës, sistemin e drenazhimit si dhe ndërhyrjen restauruese të elementeve arkitektonik. Ndërhyrjet kanë nisur vitin që shkoi në mbikëqyrjen e specialistëve të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, me qëllim jo vetëm ruajtjen e vlerave historike e shpirtërore të kishës, por edhe rikthimin e saj si një hapësirë gjallë e identitetit kulturor të komunitetit. Restaurimi i pikturës murale prej laboratorit të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore është shumë i rëndësishëm, gjithashtu ai i ikonostasit, si dhe tavanit të drurit të dekorues në naos i veçantë për llojin e tij.